Gjemati në rumë, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Dhalika bi anna Allaha huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir." Kjo sepse Allahu është ai i vërteti, është ai i cili i ringjall të vdekurit dhe se ai është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, se dita e gjykimit ka për të ardhur dhe nuk ka asnjë dyshim në këtë gjë. Anna Allaha yab'athu man fi al-qubur, se Allahu azza wa jall do të ringjall ata që janë në varre. Muslimanit i takon dhe duhet të mendojë për këtë botë dhe për botën tjetër, për dynjan dhe për ahiretin. Duhet të mendojnë për jetën dhe po ashtu duhet të mendojnë për vdekjen, për të tashmen dhe për të ardhmen. Duhet me meditu dhe me mendu për ata që kanë kalu, sepse me të vërtetë që në jetën e tyre ka mësim dhe zden njeriu mend. Ato jetunë në këtë botë dhe kishin më shumë se na pasuni fëmijë, forcë, fuqi dhe pushtet. Dhe ato shkunen sikur të mos kishin ekzistu as pak, dhe na jena duke shku drejt asaj rrugës së vetmimit, pasi jena bashku dhe jena gëzu me familjet tona dhe me të afërmit tanë dhe me shokët tanë. Dhe dihet që gjithë secili për ne shka me u vetmu në varr me veprat e veta, qofshin ato të mira apo qofshin ato të këqija. Nëse këto vepra kanë me kanë të mira, kanë me kanë vepra të cilat e kënaqin Allahu subhanahu wa ta'ala, me lajen e Allahut azza wa jall kena me gjetë mirë. Dhe varri i muslimanit ka për të bërë kopsht për kopshteve të xhennetit. Në qoftë se këto vepra kanë me kanë të këqija, kanë me kanë vepra të cilat e zemrojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, ndoshta kena me gjithë keq. Ndoshta këto varre kthehen në grova për grovave të zjarrit, Allahu na ruaj. Edhe kjo vazhdon deri në ditën e gjykimit. Më vonë vjen një etapë tjetër. Vjen ajo etapa kur i fryhet buris, surrit. Dhe njerëzit kanë për të ngritur, për të dhënë llogari tek Allahu subhanahu wa ta'ala, për tek Zoti i botëve. E kjo duke kanë të zbathën e të zhveshën, ashtu siç i tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe u habit Aisha radhiyallahu anha duke pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguami i Allahut, burrat e gratë bashkë shikojnë njëri tjetrin?" E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj duke i thënë: "O Aisha, çështja është më e madhe se sa ato me shiku njëri tjetrin." E të vërtetën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ama të vërtetë që në atë ditë çështja është shumë e rëndë. Është më e madhe se sa me pa njerëzit njëri tjetrin, se sa me pa gratë, burrat apo burrat gratë. Është më e madhe se sa me pyet nana për djalin e saj apo djali me pyet për babën e vet. Çështja në atë ditë është ashtu siç Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim." O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj. Me të vërtetë që tronditja e ditës së gjykimit është një gjë e tmerrshme, është një gjë e rëndë. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Në atë ditë keni për të parë çdo nanë gjithënse që ka me elshu fëmin e saj. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Edhe çdo shtatzan ka me e dështu barën e saj. E vazhdon të thotë Allahu azza wa jall: "Wa tara an-nasa sukara." Edhe ke për t'i pa njerëzit sikur janë të dehun, wa ma hum bisukar. Edhe ata nuk janë të dehun. Porse walakinna adhab Allahi shadid. Porse me të vërtetë që dënimi i Allahut azza wa jall është i rëndë. Në atë ditë ka me pas zemra dhe shikime të friksuar. Në atë ditë kanë me u shpërnda librat, regjistrat e veprave të cilat i kena mush në këtë dynja. Masi i kena mbyll në këtë dynja këto regjistrat e veprave ku Allahu azza wa jall i ka caktuar dy melaika me na i shkrua ato veprat e mira dhe ato veprat e këqija. Kur mbyllen këto libra kanë për të hap, për të rihap në ditën e gjykimit, porse jo më për të shkruar, porse për të marrë në llogari. Ashtu siç ka me kënë ai personi të cilit i jepet libri nga ana e djathtë e përshkruan Allahu azza wa jall në Kur'an duke thënë: "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ka me thonë ky person në ditën e gjykimit: "Ja, marrni librin tim dhe lexojeni."
Regjistrin e veprave të tij e ka mbush me fjalë të mira, e ka mbush me adhurim ndaj Allahut azza wa jall, duke adhuruar atë një të vetëm, duke njeh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke adhuruar Allahun gjatë jetës së tij dhe duke mos i shkel saqet e Allahut azza wa jall. E kur i vjen libri atij nga djathta, ai gëzohet me këtë libër e thot marrani, lexojeni librin tim. Sepse ky është problemi, dita është problemi të këtyre veprave që ai është mundu gjatë dunjas kur njerëzit i kanë shkel saqet e Allahut azza wa jall. Ndërkohë kena atë personin tjetër të cilit i jepet libri nga e majta. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me këtë person thotë amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Ky person ka më thënë se Allahu azza wa jall sa do doja sikur të mos më ishte dhënë libri jam. Sepse ky person e ka mbush librin e vet, e ka mbush regjistrin e veprave të veta me shirk, me adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Apo e ka mbush me vepra të tjera që nuk e kënaqin, përse e zemrojnë Allahun azza wa jall me gjinohet maja më rrallë. E ta ngojana e bajnë që këtë person në ditën e gjykimit me thonë, sikur të mos më ishte dhënë as pak ky libër. Në atë ditë kanë me u vendos peshore, kanë me u peshu veprat e njerëzve, edhe sa do të vogla të jenë ata, qofshin të mira apo qofshin të këqija. E Allahu subhanahu wa ta'ala është i drejtë dhe nuk i bën zullum askujt. Në atë ditë thot Allahu subhanahu wa ta'ala faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Ai i cili ka vepruar një të mirë atë sa grimca, edhe nëse sa grimca ka me pa atë, ka me gjet atë. Edhe ai i cili ka vepruar një të keqe sa grimca, ka me pa edhe ka me gjet atë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Në atë ditë njerëzit i zën një hall i madh, të cilin nuk munden me e përballu. Edhe njerëzit prej këtij hallit madh që i zën në ditën e gjykimit në radhë por kanë me dashje me fillu llogaria. Sepse nuk ka me nis llogaria njerëzve direkt. Kanë me dashje me nis kjo llogari, me fillu kjo llogari, edhe fillojnë edhe kërkojnë për me ndërmjetësu që me fillu kjo llogari. E njerëzit kanë me thonë kërkoni për diçka që ndërmjetëson për ju tek Zoti juaj. Kanë me shku te Ademi alayhis salam, te Nuhu, te Ibrahimi, te Musa e me radhë, atë gjithë kanë me u justifiku. Kanë me elan këtë gjë, kanë me shku te Isa alayhis salam. Edhe ky ka me thonë unë nuk jam për këtë punë, por se shkoni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rob të cilit Allahu azza wa jalla ka falë të gjitha gjunahet. E kur shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky profet i nderuar duke u krenu me mirësinë e Allahut subhanahu wa ta'ala thot ana laha. Unë jam për këtë. Edhe merr përsipër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është një prej gjanave të veçanta të profetit sallallahu alaihi wasallam, shefati ndërmjetësimi që me nis gjykimi në mesin e krijesave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kërkon lajë Allahu subhanahu wa ta'ala edhe i bjen në sejdë. Allahu azza wa jall i frymëzon atij lavdrime e falënderime për të cilat nuk ja ka frymëzuar askujt para tij. E lut Allahun azza wa jall atë sadan dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i thot ja Muhammed, o Muhammed irfa ra'sak. Ngrije kokën tënde, çoje kryt. Wa qul yusma' lak. Thuaj dhe ke për të dëgju. Wasal tu'ta, kërko edhe ka me të llan, washfa' tushaffa', edhe ndërmjetëso, edhe ndërmjetësimi jot ka me u pranu. Në atë ditë Allahu subhanahu vjen ashtu siç i takon mallështisë së tij me gjyku në mesin e krijesave dhe me dhënë llogari robët e Allahut azza wa jall për atë që kanë punuar në këtë botë. Allahu subhanahu wa ta'ala ka me u vetmu me robin e tij besimtar. Ka me u vetmu me robin e tij besimtar edhe prej mëshirës së tij i vë një perde që mos me e pa krijesat e tjera edhe mos me nisë që bëhet e që shifet në lidhje me llogarinë e këtij rob besimtar. E Allahu azza wa jalla merr në llogari ose i flet robit e vet besimtar pa përkthyes, siç na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ka mi tregu Allahu azza wa jalla robit e vet se çka ka bërë për gjunaheve. Edhe ky rob besimtar ka mi pranu këto gjunahe. Atë sa ka me menu që është shkatërru, e ka humb llogarinë. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala mos i shef këtë person i cili mendon që është shkatërru, këtë rob besimtar prej mëshirës së tij, se Allahu subhanahu wa ta'ala është i mëshirshëm, e shfaq mirësinë e tij kundër robit e vet besimtar, duke i thënë fa inni qad satartuha alayka fi dunya. Me të vërtetë thot që unë këto gjunahe, këto mëkate, unë ty t'i kam nsheh në dynja, wa ana aghfiruha laka al-yawm,
dhe unë t'i fali sot o robi jem të gjinoha. Allahu na baf prej tyne. Në atë ditë gjenet po ashtu burimi, haudhi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Uji të cilit është ma i bardhë se sa qumshti, është ma i amël se sa mjanti dhe aroma e tij është ma e mirë se sa era e miskut e parfumit. Gjatësia dhe gjerësia e këtij haudh, e këtij burim, është sa largësia me ecë një muj. Numri i anëve të tij janë sa yjet dhe shkëlqimi i tij po ashtu. Për këtij burimit pinë ato besimtarë të cilët kanë pasu sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kanë ecë në hapat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa të tjerët largohen për këtij burim. Ata që kanë shpik në fenë Allah subhanahu wa taala largohen për këtij burim. Ai që pin një herë për këtij burim, për burimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ma eti asnjëherë. E njerëzit e parë të cilët pinë për këtij burimi janë muhaxhirët e varfër, janë sahabët e parë që kanë emigruar nga Mekka për në Medinë të varfrit prej tyre. Në atë ditë Allah subhanahu wa taala bën që dielli më afro krijesave. E njerëzit kanë fillu me mbulu në djers. Dielli afrohet. Sepse kjo është prej vështirësive të ditës së gjykimit. E njerëzit fillojnë në mbushjen e djers. Disa prej njerëzve mbushen në djers deri në kyçe të këmbëve. Disa prej tyre deri në gjuhë, disa deri në bel. E disa të tjerë i mulën edhe gojë. E kjo në bazë të veprave të këqija, të caqeve që kanë shkel në këtë botë. E Allahu subhanahu wa taala me mirësinë e tij në këtë ditë të rëndë, në këtë ditë të nxehtë, Allahu azza wa jall çaban i fut në hijen e tij. Allahu azza wa jall bën një hije në atë ditë ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së tij, i fut në këtë hije 7 kategori personash. 7 lloje personash të cilat i ka cekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në ditë Allahu subhanahu wa taala ka me i ful Ademit alayhis salam. Ka me thonë o Adem, pra sepse ai është pejgamberi edhe njeriu i parë, ai është baba i njerëzimit. Edhe i kam ju kthy duke thënë tu përgjigja thirrjes tane o Allah, e gjithë e mira është në durët e tuaja. Allahu azza wa jall ka me i thënë nxjerr nga pasardhësit e tu grupin që kanë me hinë e zjarr, që kanë me hinë e xhehenem. E pyet Ademi alayhis salam, cili është ky grup? Cili është grupi që kanë me hinë e zjarr? Allah subhanahu wa taala thot prej çdo një vetëve janë 999. Në këtë çast plakët fëmia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fadhaka hina yashibu as-saghir. Plakët fëmia në atë moment, në atë ditë të rëndë. Në atë ditë po ashtu ka me vendos sirati, ura e siratit, mbi shpinën e xhehenemit, mbi xhehenem vendoset një urë e cila është më e hollë se sa fija e flokut, e është më e mprehtë se sa shpata. Njerëzit këtë urë kanë me kalu në bazë të veprave që kanë bërë këtë botë. Në bazë të veprave që kanë bërë në këtë botë. Disa prej tyre kanë me kalu sa hape me syt, disa si vetima, disa kanë me kalu duke u zvarrit, e disa të tjerë në forma të tjera, e kjo në bazë të veprave që kanë bërë në këtë botë. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndron tek ura siratit edhe thot Allahumma sallim sallim, o Zot shpëtoji. Pra duke lut për umetin vet profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe pikërisht këtu edhe në shumë gjëra tjera duket që ky është profeti i mëshirshëm, ashtu siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në lidhje me të, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kena dërguar ty vetëm se mëshirë për mbar botrën. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë, "Unë kam qenë i pari për të dërguar të Allahut që do t'i lejohet me kalu urën e siratit me umetin e tij në atë ditë, kanë me fol vetën të dërguar të Allahut dhe fjala tyne ka me kanë o Allah shpëto. Në dy anë të siratit ka me pas çengela. Ura siratit në dy anë të saj ka me pas çengela që janë urdhnuar me kap njerëz edhe me i hall në zjarrin e xhehenemit. Ka me pas për njerëzve që kanë me u gërvisht prej këtyre çengelave, por se kanë me shpëtu, edhe kanë me kalu urën e siratit, e ka me pas për atyne që kanë u ka për këtyre çengelave dhe kanë me u hall në zjarr. Në atë ditë njerëzit ndahen në dy grupe të rëndësishme. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup për në xhennet, një grup për në zjarr. E lutim Allahun azza wa jalla në bërë grupe që futen në xhennetin Allahut azza wa jalla. E muslimani duhet me pas frikë Allahun azza wa jalla dhe me u përgatit për atë ditë.
veprat e tia me i peshu në këtë botë para se më ju peshu në atë botë. Me llogarit veten e vet në këtë botë para se më ju llogarit veprat e tij në atë botë, sepse në këtë botë ka vepra dhe nuk ka llogari, kurse në botën tjetër ka llogari dhe nuk ka vepra. Ajo është dita ku merren shpërblimet e veprave që kena bërë, mirë apo keq, e nuk ka asnjë dyshim në këtë gjë. E me gjithë këto vështirësi që përmendme, ka edhe të tjera, por se këto janë një pjesë e tyre, kjo ditë është e lehtë për besimtarët e Allahut Azza wa Jall. Ja lehtëson Allahu besimtarëve të tij, ndërsa për mosbesimtarët thotë wa kana yawman 'ala al-kafirina 'asira, dhe ajo do të jetë një ditë shumë e vështirë për mosbesimtarët, dhe nga ana tjetër besimtarë e Allahut Azza wa Jall, Allahu subhanahu wa ta'ala me mëshirën e tij ka me ja lehtësu atyre, sepse siç thot Allahu Azza wa Jall, a mos do t'i barazojmë besimtarët me ata që nuk e kanë besu Allahu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Xhamatin e rum, duhet me ditë se krahas atij vendbanimit me vujtje, siç është xhehenami, gjendet një vendbanim tjetër i përjetshëm po ashtu, i cili është vendi ku shpërblehen besimtarët e Allahut Azza wa Jall xhennet. Vend në të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që aty ka mirësi që syri nuk i ka pa, veshi nuk i ka një dhe mendja nuk i ka imagjinu. Dhe muslimani duhet me meditu në të knatësi, gëzime, begati, mirësi, shpërblime që Allahu Azza wa Jall ka përgatit për besimtarët e tij. Ashtu siç ka frikë se mos hidhet në zjarrin e xhehenamit muslimani, edhe vepron që më u largu zjarrit të xhehenamit, po ashtu shpreson me kanë prej banorëve të xhennetit dhe me kanë prej atyre që përfitojnë për mirësive shpërblimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo pikërisht sepse muslimani është mes shpresës dhe frikës, dhe kjo është besimi i ehli sunetit. Umeri radiallahu anhu thotë sikur të gjithë njerëzit të ishte shkruar që me kanë prej banorëve të xhehenamit, vetëm njëri prej tyre unë kisha me pas shpresë që kisha me kanë prej atyre që shpëtojnë nga zjarri i xhehenamit, edhe futen në xhenetin e Allahut azza wa jall. Edhe sikur të gjithë njerëzit ishte shkruar me kanë prej banorëve të xhenetit, dhe vetëm njëri me kanë prej banorëve të xhehenamit, kisha me pas frikë se mos isha ai person që shkruhet me kanë prej banorëve të xhehenamit. Prandaj njeriu është mes frikës edhe mes shpresës. Por se nuk ka dyshim që njeriu ka me kanë në një prej këtyre dy vendbanimeve, ose në xhenetin e Allahut azza wa jall, ose në xhehenamin e tij, ose hin në xhenet me mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, ose hin në xhehenem me drejtsinë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj muslimanit i takon u ka fort mosdevshmërisë së Allahut azza wa jall, ndaj përkushtimit për Allahun subhanahu wa ta'ala, që me posedu vepra të mira që me hin në shpërblimet e Allahut subhanahu wa ta'ala, me hin në xhenetet e tija dhe mu largu nga dënimi i Allahut azza wa jall. Duke mendu muslimani për banorët e xhenetit, shkëlqimin e ftyrave kur ato e shikojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, cila është mirësia më e madhe, është mirësia më e madhe që muslimani ka në xhenet, shikimin e ftyrën e Allahut azza wa jall. Kur mendon për mirësitë e tjera, për pijen e pasërkullume që kanë musliman në xhenetet e Allahut azza wa jall, kur janë të ulur në kulluçe për diamantesh, në vende ku ulen për diamantesh, janë të mbështetur në shtretën, siç janë cek në ajetet kuranore dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në shtretën që ndodhen në fundin e disa lumejve, të cilët janë prej vene të cilët nuk deh, prej vene dhe mjaltit, dhe rreth atyne po ashtu ka djelmosha të ri të cilët i shërbejnë atyne, po ashtu rit të cilët i ka përgatitur Allahu azza wa jall për besimtarët e tij, të cilët janë si xhevahiri dhe diamantet, e të cilat asnjëri e asgjë nuk i ka prek ato para bashkëshortëve të tyre. Besimtarët në këtë xhenet mirësia më e madhe thamë shikimi në fytyrën e Allahut azza wa jall, në fytyrën e mretit bujari, i cili thot në Kur'an lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ato pra besimtarët kanë në xhenet çfarë dojnë ato, thot wa ladaina mazid. Edhe na kena një mirësi tjetër më të madhe se sa këto mirësitë e tjera, edhe kur e kanë komentuar dietarët e tefsirit, kanë thënë që është për qëllim shikimin në fytyrën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Në këtë moment fytyrat e besimtarëve shkëlqejnë prej kënaqësisë. Aty kanë me pas çdo gjë në përjetësi. Besimtarët e Allahut azza wa jall kanë me pas çdo gjë që dojnë në përjetësi. As nuk kanë me u friksu dhe as nuk kanë me u mërzit. Nuk bashkon Allahu mes dy frikave.
Nuk bashkon Allahu Azza wa Jall mes dy frikave, se besimtari që e ka pas frikë Allahun Azza wa Jall në këtë dynja, në botën tjetër Allahu Azza wa Jall nuk e frikson, por se i jep siguri dhe bën për banorëve të xhenetit të tij. Gjithashtu duhet ta dimë se edhe në xhenet gradat e besimtarëve nuk janë të njëllojta, janë të ndryshme, në varësi të angazhimit që kanë pas me adhurime besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Dikush ka kanë person i cili është angazhuar më shumë, dikush ka kanë person që është angazhuar më pak. Dikush ka bë vetëm obligime, dikush ka bë obligimet, ka bë sunetet, ka bë edhe vepra të pëlqyeshme. E me radhë. Prandaj, ashtu siç ndryshojnë njerëzit në krymjen e vepra të mira në këtë dynja, ashtu kanë me ndryshu edhe në botën tjetër me një ndryshim të qartë në shpërblimet e Allahut Azza wa Jall. Prandaj takon muslimanit ashtu siç garojnë njerëzit e dynjas, në dynjan e tyre. Në pasuninë e tyre garojnë kush e kush me fitu më tepër, po ashtu i takon muslimanëve që kush e kush me garu me fitu më tepër shpërblime tek Allahu Azza wa Jall. Kush e kush mu afru më shumë tek Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dhe në këto shpërblime, në këto begati, në këto mirësi, le të garojnë ato garusit, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe pikërisht këto ajete dhe të ngjashme me të sahabët, shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam i kanë kuptu edhe i kanë praktiku. Shembull kena Ebu Bekrin radiallahu anhu me Umerin radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të dy. Kanë në garë gjithmonë me një tjetrin se kush e kush bën vepra më të mira edhe afrohet më tepër me Allahun Azza wa Jall. Në një herë për herëve shkon Umeri radiallahu anhu edhe jep lëmosh gjysmën e pasunisë së tij. E jep lëmosh gjysmën e pasunisë së tij edhe mendon që në këtë moment kishte më kaluar Ebu Bekri. Ndërkohë që vjen Ebu Bekri radiallahu anhu edhe lën komplet pasurinë e tij. Ama si i thuhet çka lan për familjen tënde, o Ebu Bekr, ai thot i kam lënë Allahun Azza wa Jall dhe të dërguarin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë moment Umeri radiallahu anhu i humb shpresat edhe thotë që unë nuk garoj më me Ebu Bekrin, sepse nuk ka dyshim që Ebu Bekri ishte në një stat tjetër, ishte në një rang tjetër, është më i miri i këtij umet mas profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë garim Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nxitoni në rrugën e faljes nga Zoti juaj, garoni në këtë rrugë të faljeve dhe drejt xhennetit, gjendësia e të cilit është sa hapësina e qiejve dhe të tokës, është përgatitur për kë? U'iddat lil muttaqin, është përgatitur për robërit e Allahut Azza wa Jall të devotshëm, ato që i ruajnë saqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që më na bë për atyre që në ditën e gjykimit më na nxjerr faqe bardhë. Më na bë për atyre që e marrin librin nga ana e djathtë dhe na funë në xhenetet e tij apo llogari, dhe jo për atyre që e humben vetet duke u dhënë mas dëshirave, epsheve dhe pasioneve të kësaj bote, duke mos e ditë as pse jetojnë. Sepse sot fatkeqësisht kena njerëz që nuk e dinë as pse jetojnë. Kanë humb qëllimin e jetës së tyre. Nuk e dinë që Allahu Azza wa Jall ka thënë në Kur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët edhe njerëzit nuk i kam krijuar me arsye tjetër, me qëllim tjetër, vetëm se të më adhurojnë mua, të më veçojnë mua në adhurim. E për hir të kësaj gjaje janë krijuar qiejtë dhe toka, për hir të adhurimit të Allahut Azza wa Jall, njëllat e vetëm janë krijuar qiejtë dhe toka. Janë zbrit librat e shenjtë. I ka dërguar Allahu Azza wa Jall për hir të kësaj fjale pejgamber. Për hir të kësaj gjaje Allahu Azza wa Jall ka krijuar xhenetin, ka krijuar zjarrin. E për hir të kësaj fjale Allahu Azza wa Jall i vën në peshore veprat tona në ditën e gjykimit. E po për hir të kësaj fjale pejgambert kanë bërë që njerëzit me u nda në besimtar dhe në mosbesimtar. Lutim Allahun Azza wa Jall me na bë për atyre që e dëgjojnë këshillën dhe përfitojnë prej saj.